shërbimit publik. Kanë bërë një punë të shkëlqyer, kanë bërë një punë të lavdrueshme dhe duhet t'ju anjojmë këtë kontribut natyrisht. Këto e ka detyrë Ministria e Jashtme, por do doja që të dijej. Tani, më lejoni të ndalem te shifrat konkrete fare. Në fillim të konfliktit, në momentin e përshkallëzimit, ne kemi pasur 2962 shtetas shqiptar në rajon. Këta janë me qëndrim të përhershëm. Pra, kanë leje qëndrimi, kanë shtetësi, whatever, forma se si e kanë, po e kanë rregulluar të ligjshëm dhe këta njerëz jetojnë atje. Jetojnë me familjet e tyre, kanë bizneset e tyre, kanë ndërtuar jetën e tyre atje. Me qëndrim të përkohshëm kemi pasur 543 shtetas. Këta janë udhëtar në vendet sipas linjave ajrore, sipas komunikimeve, sipas dëshirave të gjithë secilit. Ambasada ka kontaktuar nga gjithta individualisht 2511 shtetas. Një për një, emër për emër, në format me cilat kemi pasur mundësi të marrim informacionin. U kemi marrë numrat, u kemi dhënë numrat tanë, u kemi dhënë adresat e email, u kemi thënë të kontaktojnë nëse duan. Of course, ne nuk detyrojmë askënd të kontaktojë ambasadën, por është normë minimale, dhe këtë e kemi mësuar në ndër vite, ndër dekada, siç e bëjnë vendet më të vjetra në këtë profesionin e diplomacisë se sa ne, që mënyra më e mirë për t'u përgjigjur kërkesave është të kemi regjistra sa më të saktë. Duke pasur regjistra të saktë, është shumë e kollajt për të organizuar dhe punën dhe për të parë magnitudën e masave që